Dimar Pasha nuk duhet të ketë asnjë post publik. Dhe ai duhet të jep dorëheqje, sepse është dëm i madh i Kosovës, është për Kosovën me qenë. Kështu që të tjerat, jo e patë, ne sot morëm pjesë, është fatkeqësi, 8 muaj kjo që ka ndodhur. Është gjë e keqe, është lajm i keq për Kosovën. Pjesë e partitë politike të mëdha kanë shpresuar që gjykata kushtetuese do të bëjë marrëveshje politike për ta. Gjykata kushtetuese nuk është për marrëveshje politike, është për mbrojtur dhe interpretuar kushtetutën. Dhe më e mirë që gjykata nuk është futur në atë lojë. Ne sot jemi shkuar në parlament në kohën kur ka një parashtresë në gjykatën kushtetuese. A është i konstituar kuvendi apo s'është i konstituar kuvendi? Unë po, absolutisht kam dyshime. Është një parashtresë në gjykatën kushtetuese. Dhe mund të ketë një aktgjykim i cili të konstatoj që nuk është konstituar kuvendi. Prandaj ne sot votuam, abstenuam, dhe vazhdojmë, kemi në konsistent në qëndrimi që kemi pasur deri më tani. Është pamjaftueshme largimi ose si më thonë i zotit Basha ministër. Mi pas votat pari, e dyta me ndërtu marrëveshje politike, legale, publike, me detyra, me përgjegjësi, me obligime të përbashkëta. Problemi sot për Kosovën mos konstituimi i institucioneve. Po nuk është ide për një post publik, kushdo qoftë ai i cili ka ofenduar, ka fyer dhe ka tentuar të përmbys historinë e lavdinë e këtij shteti. Edhe sot s'mundi përfaqësoni shtetin ku ju keni pshtyr, keni fyer, edhe keni njollosur këtë shtet për cilin sot ju mendoni me drejtu. Kaq.